Djaloshi shqiptar udhëtoi me biçikletë për 1 vit e 3 muaj për të arritur në Indonezi e të takojë të dashurën e tij. Ceki Hoti, një i ri nga Prizreni, ka udhëtuar vetëm me një biçikletë për 1 vit e 3 muaj për të mbërritur deri në Indonezi, në qytetin Bau Bau, për të takuar të dashurën e tij që nuk kishte parë kurrë, dhe ja se çfarë ndodhi. Ceki e njohu vajzën nga Indonezia në rrjetet sociale dhe me kalimin e kohës u lidhen shumë mes njëri tjetrit. E kështu Ceki mori një vendim që t'i kërkonte dorën vajzës, por për ta bërë këtë duhet që të fliste me babain e saj e të shkonte në shtëpinë e vajzës. E kështu një ditë ai mori një vendim drastik, vendosi që të shkojë me biçikletë, një mision pothuajse i pamundur, por jo për zemrën e një luani shqiptar. Më 15 gusht të vitit 2024, Ceki u nis nga Prizreni për shkoi Maqedoninë, Bullgarinë, Turqinë, Iranin dhe Indinë. E ndonse mes shumë peripecive udhëtonte rreth 90 kilometra çdo ditë, veçse në Pakistan u bllokua për disa javë për shkak të trazirave, e megjithatë ja doli dhe vazhdoi. Pas këtij udhëtimi të gjatë dhe shumë të lodhshëm, prej 1 vit e 3 muaj, Ceki Hoti kaloi 17 shtete dhe përshkoi 23.000 kilometra me biçikletë dhe më në fund në tetor të vitit 2025 mbërriti në qytetin Bau Bau të Indonezisë. Sipas të dhënave, Ceki Hoti është i pari shqiptar nga Kosova që është futur në kufirin e Indonezisë dhe nëpërmjet postimeve të tij në Facebook, ai ka falenderuar të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë rrugëtimit të tij, sepse në disa shtete hasin në probleme të mëdha, si për shembull në periferi të një lufte, apo në një mot të keq, madje edhe mes kafshëve të egra. Ceki ka përmendur gjithashtu edhe problemet me pasaportën dhe me vizat, madje dhe mungesën e ambasadave. Megjithatë, kur arriti në Indonezi, më në fund Ceki mundi që të takonte vajzën, por ju desh që të merrte një vendim krejt të papritur. Vajza e pranoi propozimin për martesë, por i ati saj i kërkoi Cekit që të respektonte traditat e tyre, që fillimisht duhet që të martohet motra e madhe, e pastaj e dashura e Cekit, ndonse ai shkoi disa herë edhe në ditët në vijim me shpresë që të ndryshonte mendjen të atit të saj, ishte e pamundur. E kështu Ceki u detyrua që t'i thoshte lam të mirë vajzës, sepse nuk mund të pres vite derisa të martohet motra. Kjo pra është historia e vllaut ton nga Prizreni, Ceki Hoti, i cili gjendet ende në Indonezi në këto momente që po flasim. Ndaj do të dëshiroja një komentin tuaj dhe t'i japim kurajo, sepse jeta vazhdon dhe padyshim do të gjej vajzën e duhur, ndoshta dhe më të mirë, sepse ky udhëtim padyshim e ka ndryshuar shumë, e ka bërë më të fortë dhe më të kthjellët. Pres komentet tuaja dhe ndajeni këtë informacion. Kemi vërej që disa prej ju shohin këtë video, por nuk janë lidhur me këtë faqe. Do t'ju lutesha që ta bëni, juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Ju faleminderit që jemi për herë bashkë dhe ju faleminderit për mbështetjen, një e nga një.